për qarkun e Elbasanit, Partia Demokratike ose mban vetëm 5 e listës mbyllur ose bie te 4 e listës mbyllur. 4 mandate në qarkun e Elbasanit për 4 ose del 9-5, më shumë probabilitet ka kjo e para, por mund të shkojë edhe 10-4. Sepse është një listë jo përfaqësuese. Kemi 2 personat e parë që i kemi nga Tirana dhe 3 personat poshtë listës i kemi nga Elbasani, që do të thotë Gramshi, Cerriku, Peshini, Belshi, Prenjasi janë të papërfaqësuar. Dhe është një listë, mund të thoja, një ndër më të këqijat që ka pasur ndonjëherë qarku i Elbasanit dhe përmbi kësaj që them, mendoj që rezultati do jetë më i dobët se çka që në 2021. Para se të caktoheshin këto lista, ju keni pasur një komunikim me zotin Berisha apo me njerëz të cilët ndikojnë në vendosjen e emrave për listat për zgjedhjet parlamentare? Unë pa diskutim kam pasur një komunikim me drejtuesin e qarkut që ka qenë zoti Tomorali Zoti, cilin dua ta përshëndes, t'i uroj suksese dhe ta falenderoj për punën, për përkushtimin dhe për mos përfshirje në pazare dhe në garën e qytetit të Elbasanit. Ka qenë një drejtues dinjitos për sa i përket organizimit, për sa i përket komunikimit, por edhe vendimarrjes, pasi Tomori është idealist dhe nuk në aq sa bashkunova dhe njoha nuk pranon pazare kushdo që t'ja japi urdhrin, edhe pa diskutim për këtë pjesë është për tu përshëndetur si njëri. Të marrin pjesën e Agjinastos, Agjinastoja pastaj ka qenë i LSI-s, kështu që ka qenë i detyruar tjetë, dhe kjo është ai bashkimi i famshëm që Berisha premtoi me të djastët. Të djastët janë Agronien, Keledi, Luli, bashkimin, po dhe bashkimin e bëri me Metën. Se në foltore këtë tha, unë do bashkoj të djastën. E djasta sot është në 4 fraksione, bashkimin e kemi me LSI-n. Pastaj numri 3 dihet që është Luciano Boçi me Flamur Nokën, 4 dhe 5 pasaj janë prapë të 2 nga Elbasani. Prandaj kjo listë është jo përfaqësuese për qytetin dhe është listë humse, totalisht humse. Kush është Klodiana Çapja? Klodiana Çapja është kandidate e listës mbyllur e Partisë Demokratike, që votat cilës ja ka bërë zoti Boçi, që unë kam denoncuar procesin, se ju e dini dhe e keni njohurin. E thot Flamur Noka këtë me mesazhe, jo se e them unë. Kështu që nga lista e hapur nuk ka asnjë njeri që ju thonë mund të jetë pjesë e parlamentit të ri nga Partia Demokratike. Nga lista e hapur, një respekt kam për Dargjikën, i cili është i LSI-s faktikisht, e njoh personalisht edhe ka një reputacion, mendoj që do marri vota, por që nuk do jenë të mjaftueshme që të dali deputet pasi ka një problematik që duhet bërë 50.000 e pak vota mos gaboj, që të hyjë lista e mbyllur dhe pastaj mund të dali dikush në listën e hapur deputet. Dhe kjo ka qenë dhe një ndër arsyet pse unë nuk pranova të isha pjesë e listës hapur, pasi për mendimin tim, edhe këtë dua këtu ta shnojmë këtë pjesën, lista e mbyllur nuk hyn. Nuk do t'i marri 5 mandate PD-ja në Elbasan. Për shkak të sistemit, po thonë? Jo, s'ka fare lidhje sistemi. Këtu ka lidhje mos përfaqësimi i listës. Nuk marrin vota? Nuk marrin vota. Nuk i marrin dot votat, sepse nuk mund t'i marrin dot votat. Nuk janë përfaqësues për gjithë qarkun, se i ke 2 nga Tirana, 3 nga Elbasani. Kështu që qarku pa diskutim, PS-ja ka një listë gjithëpërfshirëse të qarkut, që mund të marri dhe cisi vota më tepër se sa Partia Demokratike. Në qarkun e Elbasanit flas gjithmonë. E kam të qartë. Ndërkohë, e ndjeni mungesën e zotit Dash Sula në këtë listë? Pa diskutim. Dash Sula ka qenë një ndër individët që ka punuar më së tepërmi. Do ta plotësonte listën emri i tij? Tani, heqja e Dash Sulës nga lista e PD-s Elbasanit është minus një mandat. Është minus një mandat. Tani nuk mungon vetëm Dash Sula, mungon doktor Resha Zheni Gjergji, komuniteti ortodoks Kangeli pa përfaqësuar, e cila është deputete aktuale dhe që prapë u la jashtë liste të Partisë Demokratike. Mungon Doris Madhi, pedagogja që është dhe antare e Këshillit Bashkiak të qytetit të Elbasanit. Është një listë e cila ka mungesa, por është një listë që unë mendoj që Sali Berisha e ka bërë për të humbur këtë lloj liste. Faktikisht.
Listën e Elbasanit e cilësoni humbëse. Pse ka bërë? Pse thoni këtë për zotin Berisha tani, që e ka bërë për të humbur? Është për... Po tani kjo është në bas asaj logjikës që sa po folëm bashkë. Që nuk është e përfaqësuar. Nuk është e përfaqësuar, nuk është fituesi primareve, nuk është doktoresha që prap doli zonja e dytë më e votuar në listë, sepse këto nuk u futën as në listë hapur nga doktor Berisha, që ishin njerëz të cilët i ka votuar baza. I referohem gjithmonë primareve. Kështu që pa diskutim që ato kanë votat e veta. Ndërkohë Ermaldo Klogjeri. Po nuk ka qenë fare pjesë e primareve, është një figurë cilin e njoh nga Big Brother. Nuk më thot asgjë në politikë. Ka shumë nga Big Brother cilat janë përfshirë në listat e PD-s. Po tani, prandaj po them. Është një listë humbse. Atëherë, një qark tjetër për të bërë një parashikim të gjithë qarqeve. Të gjithë qarqeve edhe të prafërt. Nuk synoj dhe nuk them që ju jeni parashikuese, për duke qenë se ju i keni ndjekur edhe jeni shumë afër terrenit për të pasur një pasqyrë të asaj se çfarë do të jetë parlamenti i ardhshëm në shtator. Atëherë, kjo është qarku Tiranë ku PS-ja synon që të ketë 20 mandate. E cilësoni të tepërt? Tani këtu më shoh prapë mos gaboj që është kandidatët e Partisë Demokratike. Po. Tani, të shofësh në listë, 2 i ketë LSI-s. Fariun, Pariballin pas kemi, Albana Vokshin, Edi Palokën. Bëhet rotacioni me këto? Shpa diskutim që PS-ja do pretendoj 20. Ajo është analiza që të bëra pak më parë, që të thash me figurat vjetra, unë kam lindur 95-ën, ke po të njëjtët, këto individ kanë humbur 4 herë. Këto janë sjellur prapë përballë shqiptarëve ndaj Ramës dhe është mëse normale logjika e Ramës dhe PS-s që thotë unë këto 4 herë i kam mundur, do t'i mundë për herë të 5. Me të njëjtat emra. Me të njëjtat emra. Se s'ka risi prandaj. I vetmi risi është Besar Xhaferi, që është për të përshëndetur, që unë kam bashkëpunuar edhe është një vlerë e shtuar e listës Partisë Demokratike. Për pjesën tjetër pastaj no comment. Po, kam parë një mbështetje të zotit Xhaferi kryesisht në rrjetet sociale, kështu që po, është edhe një si zoti Xhaferi duhet ishte edhe lista më lartë që të ishte listë fituese dhe PS-ja nuk do pretendonte 20. Po do ishte minus. Ishte pjesë e listës së mbyllur që PS-ja mos ta kishte më të vështirë betejën e Jorita Tabaku, pa diskutim. Joritën e mendoni deputete, është në listë hapur. Joridën e mendoj deputete dhe Joridës i uroj edhe fitoren. Qarkun e Tiranës është një zonjë e cila ka punuar, është dedikuar çdo kauze të Partisë Demokratike dhe ka qenë opozitare, qytetare e devotshme. Tani nga emrat e tjerë, për shembull, ja ti marrim me radhë, Ilir Ali Mehmeti. Është figurë pozitive, është figurë për të cilën unë kam një vlerësim personal, por që nuk më ngjit politikisht. Nuk të ngjit politikisht? Jo, politikisht jo. Pse? Kam një respekt, por që nuk si duhet jetë një politikan, duhet jetë i ashpër, agresiv? Jo, duhet jetë si Jorida, për shumë më pëlqen kauzat që kanë ndërmarrë, kam parë më pasiv Ilirin. Është çështje e vlerësoj si figurë, e vlerësoj në integritet, mendoj që do ishte vlerë shtuar. Mendoj që do ishte shumë vlerë shtuar për parlamentin, e shoh shumë qytetar, por nuk më ngjitë në qasjen politike të bërurit luftë për kauzat opozitare, siç e ka bërë zonja Tabaku, që e ka bërë po në mënyrë qetë dhe po në mënyrë qytetare, siç e ka bërë dhe zonja Zhulali, që prapë mendoj që do ishte vlerë shtuar e listës mbyllur, cilën prapë e kanë lënë në listë hapur. Kurse nga meshkujt pastaj është po t'i shoh emrat. Po Ildën, për shembull, e shikon listë mbyllur e meritonte. E meritonte, por do të jetë në parlament? Nuk besoj. As Ali Mehmetin jo? Jo, personalisht këtë ta them në mënyrë subjektive, sepse nuk përqaset qasja e ti me politikën që bëj unë ndoshta dhe nuk e gjej veten. Qartë. Mund ta gjenë shumë tjerë dhe normalisht janë të lirë ta votojnë. Lisandrit për shembull prapë i uroj suksese. Lisandri Hoxhës, po, Lisandri është një figurë intelektuale, është një figurë luftarake, është një figurë i cili ka dhënë shumë kontribut dhe ka bërë shumë për Partinë Demokratike, që e meritonte të ishte ai në vend të Edi Blushit në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. E meriton të Edi Blushit të jetë pjesë? Po nuk tani e meriton të Edi Blushit të jetë deputeti LRI-s, është një çështje që nuk jap dot unë
opinion, sepse nuk kam aderuar në atë parti, nëse është pyetja meriton të jetë pjesë e listës PD-s, absolutisht jo. Të PD-s, patjetër. PD-s jo. Të PD-s jo. Tani të LSI-s, arsyet i din ato që por ai ka kontribuar aty, ndaj pikërisht, për mua është në PD pa flasim. Për mua jo, absolutisht jo. 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 S'ka pikë kontributin PD, s'ka si. Zoti Çollaku ka bërë fushat, është i angazhuar